Tani mbaj nervat, po dhe si mba ndot me vla. Tani një abuzim direkt, bileta e linjës Korçë-Tiranë, nga 7.000 lekë të vitra, autobusi bëhet 10.000 lekë. Direkt 3.000 lekë, sepse është rruga e gjatë, është rruga e vitër e Gnatja dhe bie më gjatë, do me them. Po ku i kanë faj qytetarët? Prapë qytetarët do të angullni juve. Po çdo me them kjo më? Po këto ti jap shteti, ore, se nga shteti bëhen, rrugët e shtetit, njerëzit paguajnë çdo gjë. Pse do të daj qytetari për çdo gjë? Dhe në vend që të ngrihemi ne tani, të ngrihemi më këtu ka duhet ngritur në opozita, ku diun tani këtu në Korçë për bllokim të rrugëve për të tëra, duhet ngritur në protesta, ku diun. Sidomos kjo ngritja e kësaj tani. Çdo me thënë kjo më, ja fut qytetari gjithmonë më. Po tani, ishte 6.000, kur u bë Covidi, u ngrit 1.000, 7.000. Tani, direkt, abuzim, direkt. Pse? Se bie më gjatë rruga Gnatja, shtohet e 3.000 lekë, apo 10.000. Turp për zotin, turp i madh. Ka shtet këtu. Tashi do ndrysh shteti këtu, çfarë do ndrysh shteti këtu? Në kjo bileta direkt tani do ndrysh ti? O shtet, o mut, o kake, do ndrysh o mut? Që këtë 3.000 lekë të japësh ti shoferave edhe mos e paguaj qytetari shkret, si të jap 10.000 biletën tani?